Paris Saint-Germain është finalisti dytë i Ligës Kampioneve. Parisienët do të shkojnë në Budapest për ta mbrojtur titullin që fituan sezonin e kaluar pasi eliminuan Bayern e Munichut në gjysmëfinale. Ndeshja e parë në Paris u mbyll me fitoren e ngushtë, por me shumë gola 5-4 për vendasit, ndërsa ndeshja e kthimit ishte krejt ndryshe pasi u shënuan 2 gola nga 1 për secilin ekip, me Ousmane Dembélé i cili realizoi në minutën e 3 të ndeshjes, dhe më pas të dy ekipët patën raste të shumta, por pa gol deri në minutat shtesë, ku Harry Kane arriti të realizoj për të barazuar shifrat, por ishte pamjaftueshme për të evituar eliminimin. Kështu në finale, Paris Saint-Germain do të përballet me Arsenalin që mposhti Atletikon e Madridit. Letjo Alili është me mua në studio, ndërkohë në lidhje të drejt për drejt do të kemi gazetarën e sportit nga Maqedonia e Veriut, Hajrush Mani. Letjo, mirë se erdhe. Hajrush, përshëndetje. Përshëndetje Tiranë, mirë se ju gjej në këtë ditë shkupen e ka kapluar shiu, besoj ndoshta edhe Tirana nuk është më ndryshe se neve. Pak a shumë, po kam përshtypjen në mos tani, pak më vonë do të kemi edhe këtu rrezhet forta shiu. Mirë, Letjo, Bayerni pësoj që në minutat e para, por nuk arriti atë përmbysjen e madhe që është mësuar të bëj në kampionatin gjerman. Shiko, ndryshon kampionati gjerman me Champions League-ën, edhe me qenë se e nise këtu, po të them që ndoshta Bayernit ai rivaliteti i munguar në kampionatin gjerman i peshon edhe në kompeticionet e tjera, sepse nuk i mat kur forcat e vetes, le të themi, me skuadra që duhet. Por në kampionat gjerman ka luksin të lejoj psimin e 3 golave dhe kthimin e rezultatit me lehtësinë më të madhe. Ndryshe ndodhi me Parisin, një Paris i cili duhet thënë edhe duhet dhënë merita plotësisht trajnerit saj Luis Enrique, i cili ka bërë një revolucion përsa i përket mënyrës taktike se si skuadra e tij, le të themi, e përcjell ndeshjen në fushë. Po të shikoje nisjen e ndeshjes, gabime amatoreske nga ana e Bayern Munichut edhe një mënyrë shënimi goli, domethënë që kam përshtypjen që një skuadër si Bayern Munichut nuk duhet ta psojë atë gol, një gabim në rreshtim që në nisjen mesin e fushës, e më pas një gabim në rreshtim në mbrojtje. E bëri që Bayernit psonte golin e parë dhe më pas Parisi në të gjitha dimensionet e lojës, pavarësisht se Bayerni u përpoq edhe pati edhe le të themi kërkesa për një 11 metrash apo për një karton të mundshëm të kuq ndaj Nuno Mendeshit, sërish Parisi ishte superior për atë çfarë tregoi në fushën e blerë. Mendoj që meritoi finalen me të dyja takimet që luajti, edhe pse Bayerni shihej si favorit në ndeshjen e dytë për shkak të faktorit fush, sërish ajo çfarë tregoi në fushë nuk lidhej domethënë me pritshmëritë që kishte skuadra. Kjo për vetë faktin sepse Parisi arriti, ose më saktë lojtarët e Parisit arritën që të mbulonin specifikisht lojtarët kyç kryesorë të Bayernit, siç ishte Olise dhe Diaz. Pra, edhe pse mungonte Hakimi tek Parisi, një lëvizje e Luis Enriques e mirë menduar me sa duket, sepse e tillë rezultoi. Zaire Emery bëri një rol të mbrojtësit Kraut Diaz, kam përshtypjen për herë të parë në karrierën e tij, të cilën domethënë arriti të kryente detyrat në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe nuk e lejoi edhe nuk i dha asnjë hapësirë Luis Diazit. Nga ana tjetër ishte një natë jo për Olise, i cili ishte lojtari më i dobët në fushë. Kështu që Bayerni, duke pasur futbollistin më të mirë në fushë, Neuerin, nuk mund të pretendojë të shkojë në finale, qoftë edhe me ato pretendimet që kishte për penallti apo kartonin e kuq të mundshëm. Mirë. Hajrush, në ato çfarë pam në të dy ndeshjet, mes Parisit, Bayernit, Parisit, a mjafton vetëm të kesh një sulm të mirë dhe një mbrojtje jo të mirë për të fituar? Jo, mendoj, po.
Në futbollin modern ka ndryshuar pothuajse gjithçka dhe tash më tepër mendoj që vendos mes fusha dhe në këtë rast pikërisht ishte mes fusha e Parisit, po njëkohësisht edhe e Arsenalit, e cila bëri lojën e vet dhe dha frytet për të kaluar në finale dhe jo rastësisht ekipi i cili kalon në finale mund të themi që me gjithë merit, sidomos në këto gjysmë finale të cilat u luajtën në këtë mesjavë, treguan që skuadrat të cilat kalojnë tutje kanë studiuar mirë kundërshtarët e tyre dhe kanë arritur që t'i mbulojnë në të gjitha repartet me një Paris e cila pothuajse nuk është më ajo e vjetra dhe pikërisht me ardhjen e Kvarashkelias ka ndryshuar pothuajse edhe sulmin duke qenë më e rrezikshme nga krahët dhe pastaj golat janë më të lehtë për të shënuar edhe për sulmuesit dhe njëkohësisht ata kanë arritur me Enriken pra të bëjnë një skuadër e cila është mirë taktikisht e vendosur në mbrojtje, por të cilët gjithmonë janë një hap para kundërshtarëve dhe arrin edhe mbrojtja të jetë së bashku me sulmuesit. Pikërisht edhe ndeshja gjysmëfinale e para e luajtur në Paris tregoi vetë momentet kur u shënuan aq shumë gola aq shpejt, tregojnë që Parisi vërtet ka arritur të bëjë një skuadër shumë të fortë dhe jo rastësisht ka filluar të ngritet kjo skuadër nga viti 2011-2013 kur edhe e morën Katari për ta pasur në pronësi dhe milionat e tyre nuk kanë shkuar huç duke sjellë dhe rezultatet dhe frytin e dëshiruar për ta pasur Championsin e duart e tyre dhe ja tani kanë mundësinë që për herë të dytë përsëri ta fitojnë këtë trofe. E kuptoj. Lidio, edhe një vit më parë, Parisi në fakt nuk është se ishte ekipi që shihej se mund ta fitonte Championsin. Ajo erdhi duke u rritur derisa shkoi në finale dhe fitoi. Edhe kësaj here, në fakt Parisi nuk ishte tek ata që u quotuan si favoritët kryesor, por duket se erdhi deri në ndeshjen e fundit. Madje ne bashkë kemi diskutuar edhe me Tamin që edhe në ndeshjen e fundit, në ndeshjen me Bayernin, Bayerni kuotoi shumë më lart se sa Parisi për ta fituar atë ndeshje. Në të dyja ndeshjet. E ka nënvlerësuar Parisin apo Luis Enrique ka arritur të sjellë surprizën me mënyrën se si e ka ngritur këtë ekip? Shiko, po ta analizojmë Champions League-ën e vjetshme dhe këtë Champions League është e vërtet që Parisi, domethënë, e nis gradualisht le të themi pjesëmarrjen apo edhe motivimin në këtë kompeticion, saqë në fazën e grupeve ose në fazën e ligës Parisi kujdeset vetëm të kualifikohet. Më pas nuk shikon se ka më kundërshtar dhe aty ndez motorët. Sepse po t'i kapësh specifikisht ka pjesë të skuadrës një mbrojtje goxha të mirë, solide, me dy mbrojtësa krau që janë le të themi dy ndër mbrojtësat më të mirë të botës. Largimi i Donnarumës dukej sigur do peshonte, por me sa duket forca e këtij grupi është skuadra dhe zemra e kësaj skuadre është mesfusha. Tre mesfushor që deri para pak vitesh askush nuk i njihte, ndoshta Fabian ka qenë më i njohur nga ta, meqense është edhe spanjoll dhe ka qenë pjesë e kombëtarës së Spanjës, ndërsa dy mesfushor të tjerë, të cilët kanë bërë revolucion në këtë 11 që në ndërtuar nga Luis Enrique, e bëjnë Parisin, pastaj për mos shkuar të sulmi, e bëjnë Parisin një skuadër e cila është tepër kompakte në mënyrën se si luan futboll. Edhe duke pasur këtë, le të themi, bindjen që mund të rrahë çdo kundërshtar dhe e ka treguar edhe në fushën e lojës, Parisi fillon edhe kujdeset për ndeshjet në mënyrën më, le të themi, më cinike të mundshme edhe të detajet më të vogla për t'i bërë dëm çfarëdo lloj kundërshtari. Kështu që po të marrësh në një listë dhe të përpilosh se cilat skuadra ka mundur Parisi në 2 vitet e këtij Championsi, kam përshtypjen që ka mundur gjithë skuadrat e forta të botës. Sepse dihet që skuadrat më të forta në botë janë në Europë dhe i gjithë kampionati anglez që mbahet si kampionati më i fortë dhe madje e tallin kampionatin francez dhe e quajnë një Farm League. Kam përshtypjen që 6 apo 7 ekipet kryesore angleze janë mundur nga Parisi të paktën një herë. Të gjitha, pa përjashtim. Duke nisur nga City, Arsenali, Liverpooli, Chelsea, Tottenhami e me radhë, në çdo ndeshje Parisi ka treguar që është superior ndaj tyre. Kjo mënyrë që ka ndërtuar Luis Enrique është për t'u vlerësuar dhe nuk domethënë rrallë kemi parë këtë lloj forme të ndërtuarit ekipit.
Kujtojmë që para 2 vitesh, Luis Enriquez ju dhan, apo para 3 vitesh ju dhan Chelsea të skuadrës dhe pjesë e këtij grupi ishte edhe Messi, ishte edhe Neymar, po ashtu ishte edhe Mbappé. Asgjë nuk fituan përveç atij kampionatit që është, le të themi, i fituar pa nisur ende, por më pas Luis Enrique kërkoi që t'i jepeshin Chelsea të ekipit në dorë dhe bëri disa largime të bujshme, që çdo kush do thoshte çfarë po bën ky trajner, hoqi sulmuesit më të mirë. I fundit që iku ishte Kylian Mbappé. Dhe kur iku Kylian Mbappé, të gjithë kërkuan që Luis Enrique ndoshta duhet largohej përpara se t'ikte Mbappé nga Parisi, por ndodhi krejt e kundërta. Ai ndërtoi një grup fitues, një grup me lojtarë të cilët i bindën urdhrave të tij dhe me disa skema të cilat janë risi në futbollin modern. Po të shohësh, për shembull, diçka që na bëri përshtypje tek ndeshja e parmbrëmshme kundër Bayernit, çdo top që portieri kishte për ta rivënë në lojë, përfundonte në aut për skuadrën kundërshtar. Dhe me të drejtë gjithë pyetën në fund që pse portieri i Parisit gabon çdo rivënie. Në të vërtetë nuk ishte gabim, po ishte një skem e menduar mjaft mirë nga Luis Enrique për ta vënë në presion skuadrën kundërshtare dhe për t'u ripozicionuar ekipi i tij. Dhe po ta vije re, çdo top që dilte jashtë ishte në zonën e Olizes. Pra ishte zona le të themi më e rrezikshme që mund të krijonte Bayerni dhe lojtari më i rrezikshëm i tyre. Pra ai neutralizoi lojtarët më të rrezikshëm të Bayernit dhe e bëri Bayernin të duket si një ekip normal. E kuptoj. Se kujtojmë që ky Bayern ka shënuar 100 kusur gola dhe atë ditë dukej sikur nuk gjente dot portën. Pra të arrish të neutralizosh më të fortin, do të thotë që forcat e tua janë ndoshta edhe më të mëdha se ky. Dhe i tregoi në këtë ndeshje që domethënë është një trajner ndër më të mirët në botë. Hajrush, do të kemi një finale mes sulmit më të mirë dhe mbrojtjes më të mirë. Ndoshta tani është edhe momenti për të parë se kush fiton në futboll, sulmi mirë apo mbrojtja e mirë, me Parisin me 44 gola, me Arsenalin që ka psuar vetëm 6. Padyshim që do të jetë një finale shumë e zjartë dhe mendoj që edhe në fillim e thash që 2 skuadrat të cilat kanë arritur finale nuk është e rastësishme. Do thotë 2 trajnerët, Mikel Arteta dhe Luis Enrique, janë pothuajse fëmijë të Barcelonës dhe këta dinë shumë mirë paraprakisht për të përgatitur skuadrat e tyre dhe mendoj që pikërisht përparimi i Arsenalit në Ligën e Kampionëve ka ndjekur dhe ka ardhur një vit të drejtë, pra në 3 sezonet e fundit renditja e Arsenalit është çerek finale, gjysmë finale dhe tani kanë edhe finalen, ndërsa nëse mposhtë Paris Saint-Germainin dhe merr edhe 3 fitore në Premier League, kjo do të jetë një nga arritjet më të mira dhe më të lavdishme në historinë e klubit. Padyshim që ky ka qenë një sezon i lodhshëm për Arsenalin, i cili kishte luhatje gjatë këtij rrugtimi, por duke i besuar procesit të tij dhe vendosmërisë së Mikel Artetas, mendoj që ndonjëherë edhe kufizohen me kokfortësi këto trajner duke ditë që deri më tani kanë dhënë rezultat dhe pikërisht e kërkojnë këtë edhe në finale. Mendoj se skuadrat më të mira evropiane zakonisht kanë pasur një bërtham lojtarë zhvendas, mjaftojnë të kujtojmë La Masien e Barcelonës, pastaj Class of 92 apo 92-s të Manchester Unitedit, Ajaxin në vitet e 70 dhe 90 apo edhe Milani i fundvitet të 80 që kanë sjell futbollistë të shkollave të tyre dhe pikërisht tani Arsenali ka ndoshta edhe një bërtham të tillë, sikurse është edhe Bukayo Saka që i dha, do thotë, një imazh tjetër tregoi edhe ai vetë kundër Atletico Madridit dhe pikërisht në finale mendoj që do të ndeshen dhe do të përballen 2 forma të ndryshme të lojës, sikurse thatë sulmi më i mirë me mbrojtjen më të mirë, por finalet gjithmonë janë shumë të vështira dhe janë specifike, është sfidë në vete dhe mendoj që do të jetë një ndeshje ku vështirë është dikush të parashikojë rezultat në finale. Pra vetë gara është e tillë dhe mendoj që 2 ekipet ndoshta futen 50-50, por duke i dhënë një përparësi pak më të madhe mendoj Paris Saint-Germain që ka treguar vërtet që luan futboll cilësor duke ndërtuar skuadër të mirë. Mendoj edhe pak kush e fiton se nuk do t'i shpëtosh kësaj pyetje. Ledion, ku ndryshon Paris Arsenal nga Paris Inter? Finalja e vjeshme nga kjo e këtë vit. Shiko, faktikisht më ngjason pak e curia e Arsenalit me atë të Interit për shkak të pësimit të pakët ose numrit të pakët golave të pësuar. Por për të thënë vetëm një fjali,
gjithmonë Barcelona, le të themi, ka qenë skuadra e cila ka shënuar më shumë, ka pësuar më shumë. Dhe gjithmonë kur e pyesin trajnerin respektiv ose trajnerin që ishte te Barcelona, thonë që mbrojtja më e mirë është sulmi. Edhe në rastin konkret kemi të bëjmë me dy skuadra e cila njëra ka sulmin më të mirë, tjetra mbrojtjen më të mirë. Po, në rastin Tani nëse sulmi është mbrojtja më e mirë. Në rastin e Bayernit nuk funksiononte kjo teoria, se do është edhe kjo mbrojtjen, do edhe sulmin. Këtu doja të ndalesha. Parisi, ndryshe nga këto skuadrat ku thonë që mbrojtja më e mirë është sulmi, Parisi është kompakte nga mbrojtja deri në sulm. Pra është një skuadër e cila luan në harmoni nga mbrojtja deri në sulm. Nëse Bayerni për shembull kishte pikën më të fortë sulmin dhe nuk kujdesej shumë për të mbrojtur sepse e dinte që do realizonte më shumë se çdo psonte, Parisi kujdeset edhe të mbrojë edhe të shënoj. Këtë ka treguar edhe në ndeshjet e fundit, por edhe kur Parisi i cënohet porta, pra le të themi pson një numër relativisht të lartë golash, shënon dy fishin e atyre golave, ose më shumë se ato gola që ka psuar. Pra, nëse do bëjmë një krahasim ku ndryshon Paris Arsenal me Paris Inter, kam përshtypjen që vjet Parisi ishte pak më i uritur se si vjet. Vinte në The Champions me bindjen e plot që kishte mundur ekipet më të mira dhe rrugtimin duhet ta mbyllte patjetër me fitore. Dhe ajo çfarë bëri vjet ishte le të themi finalja më ndoshta vendosi edhe një rekord në historinë e Champions League-s sepse shënoi më shumë gola kundër një skuadre dhe mbi të gjitha një skuadre italiane e cila vinte në finale, domethënë duke mbajtur gjatë gjithë kohës si forcën më të madhe të saj mbrojtjen. Sepse e vetmja ndeshje kur Inter i psoi gola vjet, le të themi gola në numër të lartë, ishte ndeshja kundër Barcelonës, pra dy ndeshjet ku u ndan ndeshjet 3-3 dhe 4-3. Ndeshjet e tjera Interi madje vinte në The Champions me 7 apo 8 ndeshje pa psuar gol, mos gaboj. Por ndryshe është këtë vit Arsenali, edhe Arsenali është ndoshta në thonjza për nga uria Parisi i vjetshëm, pra ka një mungesë trofesh prej 2004-ës deri domethënë 22 vite gati që nuk merr trofe, ka marr kupën e fundit ose le të themi kampionatin e fundit në 2004 në kohën kur luante Thierry Henry me trajner Arsène Wenger dhe pas asaj Arsenali ka qenë gjithmonë i dyti. Madje është kthyer edhe në shaka në futbollin anglez që Arsenali sado që të konkurrojë gjithmonë do dalë i dyti. Tani në këtë finale Esmeralda gjërat janë pak më ndryshe. Unë do e krahasoja këtë ndeshje më shumë me Manchester City Inter, ku në letër Manchester City ndoshta ishte Parisi i sotëm dhe të gjithë pretendonin që ndeshja mund të përfundonte 3 apo 4-0. Por kur u futën në fushë kuptuan që forca e Interit ishte shumë herë më e madhe se ç'ata pretendonin dhe u vun pikpyetje ndeshja për gati 30 minutat e fundit. Pra ishte Interi më superior se sa ajo skuadra që në letër ishte më superiore. E shoh një ndeshje që do jetë e luftuar me një Arsenal i cili do luaj jashtëzakonisht i kalkuluar si skuadër, me një mbrojtje madje rreshtimi i Arsenalit është për tu analizuar sepse luajnë 4 mbrojtësa qendre. E kuptoj. Pra nuk ka skuadër siç luan me 2 mbrojtësa krau, të cilët mund të lënë hapësira gjatë sulmit të tyre, por luan me 4 mbrojtësa qendre dhe luajnë në blok. Ka një mesfushë e cila ndeshjet e fundit kanë ndryshuar. Shpresoj që të dyja skuadrat i kenë lojtarët në gatishmëri për fundin e sezonit, pra për ndeshjen që luhet në Budapest me 30 prill, por që do jetë një ndeshje që pa gola, pa shumë gola. Që nuk do ketë shumë gola, sepse Arsenali është një skuadër e cila mundohet, domethënë, ta mbajë rezultatin në, le të themi, as të psoj shumë gola, por edhe kur shënon nuk është se shënon shumë gola. Është një skuadër që atë çfarë kemi mësuar në këto vitet e fundit është se favoritët në letër gjithmonë kanë zhgënjur. Si del ndeshja Ajrush? Vetëm vjet jo, se vjet favorit në letër ishte Parisi. Në përgjithësi se kur vjen në këtë, po te Bayerni, ka pasur edhe shumë të tjera që s'po vinë në mend tani, po që kanë qenë favorit në letër edhe në fushë. E vërtet. Ndryshon gjithçka. Është vështirë thash të parashikohen këto ndeshje, vërtet janë finale të mëdha dhe pikërisht kur kemi një përballje mes dy strategëve të mëdhenj, Arteta dhe Enrique, padyshim që është vështirë të japësh një mendim të plotë dhe të saktë, por mendoj që kjo ndeshje mund të mbyllet 2-1 për Paris Saint-Germain dhe të vazhdoj dominimi, sikur se tha Ledion, që ti mund ekipet angleze dhe të mos jetë ajo që thonë se kampionati francez nuk është edhe aq i fortë. Ledio,
Përveç rezultatit, një koment po shumë të shkurtër se jam në fund, edhe sa mund të ndikoj situata në cilën, sepse Arsenali ka edhe një Champions tjetër që e ka brenda Anglisë dhe duket se ka një avantazh në këtë moment. Bara e provës për Arsenalin është goxha e madhe, Esmeralda, sepse siç e tham, ka 22 vite shtërpsi në këtë marrjen e titujve. Luan kundër Cityt në distancë, pra rivali kryesor në kampionatin anglez është City, por hapi falë si Cityt, le të themi, ka dhënë një dorë qetësie Artetës për të ndërtuar, le të themi, këto skemat e tij në këto 3 ndeshjet e fundit. Kam përshtypjen që rivalet që ka në Angli, ndoshta sërish në letër nuk janë ato rival që mund t'i prishin punë Arsenalit, por dihet që kampionati anglez është një kampionat i cili nuk të lë kurrë, domethënë të qetë dhe nuk mund t'i marrësh asnjëherë me qetësi ndeshjet e radhës. Nëse Arteta vendos që ose më saktë nëse lojtarët e Arsenalit vendosin që fillimisht të fokusohen tek kampionati, sepse kampionati përfundon përpara finales Championship, të marrin kampionatin dhe nëse ata do ngrenë kampionatin, do ngrenë kupën, pra do shpallin kampion, absolutisht që do shkojnë në finale me le të themi me një marsh më tepër edhe do jenë shumë herë më të karikuar për ta luajtur dhe atë finale për ta fituar. Por duhet të mendojnë që përballë kanë një skuadër e cila ka përsëritur përveç Realit Madridit askush në këtë Champions League nga 92-shje e këtej që ka ndryshuar formati, nuk e ka përsëritur pjesëmarrjen 2 herë rresht në finale. E kuptoj. Kështu që Parisi është ekipi i parë pas Realit Madridit që e përsërit këtë gjë dhe do jetë ekipi i parë nëse e fiton 2 herë rresht. Do e ndaloj Arsenali apo jo, duhet presim dhe të shohim se si mund të shkojë. Se do të të pyes dhe disa herë të tjera deri në fund. Faleminderit shumë, Ajush, faleminderit shumë që ishe sot me ne. Ishte kënaqësi edhe për mua, ju përshëndes, paqen një ditë të mirë dhe fundjavë të këndshme. Faleminderit shumë. Do lajmet e fundit nga vendi i dhe bota, shkarkoni aplikacionin e Euronews në App Store dhe Google Play. Programet tona mund të ndiqni edhe në radio në frekuencën 105.7. Këtu ndajmë bashkë, mirupafshim. E dallon një kampion në shikim të parë.